Sot kanë filluar punimet për ndërtimin e një rrethrotullimi të ri në rrugën magjistrale Prizren-Zhurë në afërsi të ish farmakosit dhe drejtori i shërbimeve publike Qelamaj ka theksuar se ndërtimi i këtij rrethrotullimi do të ndikojë ndjeshëm në rritjen e sigurisë dhe efikasitetit të qarkullimit të automjeteve. Ai gjithashtu i ka bërë thirrje Agjencisë Kosovare të Privatizimit që të procedojë me shpronësimin e pronës tek ish farmakosi në mënyrë që të mundësohet zhvillimi më tejshëm i infrastrukturës dhe lidhja mes dy lagjeve Bajram Curri dhe Tusuzi. Po, ka 2 vite që ne kemi filluar një projekt rreth shpronësimit të disa pronave për me realizu një projekt të tillë, këtë rast rrugën prej lagjës Bajram Curri për lagjën Trimave apo lagjën Tusuz, që është një prej projekteve që qeveria totaj ka menduar që shumë do ta lehtësoj zhvillimin e komunikacionit në qytet. Kemi filluar me shpronësimin e pronave private, ato kanë përfunduar. Kemi has pak në probleme me objektin e farmakosit të ri, ku është pronë e tyne. Kemi dërguar në AKP për me bën shpronësimin asaj prone, ka një vit e gjysmë dhe nuk kemi përgjigje nga ata. Kurse ne kemi vendosur se ta bëjmë atë rrethrotullim, se mu aty duhet bëhet rrethrotullimi, presim ndërkohë që edhe Agjencioni Kosovar i Privatizimit na bëj shpronësimin asaj prone dhe të zhvillohet edhe infrastrukturë rrugore, edhe ta bëjmë një lidhje mes dy lagjeve, edhe me këtë mendojmë që do shkarkohet një pjesë e madhe ose do të lehtësohet zhvillimi i komunikacionit në qytet. Gjithsesi ne mendojmë që do ta lehtësojnë mas të madhe sepse pjesa dërmuese e banorëve të lagjës së Tusuz do të lëvizin në drejtim, kështu që do të shkarkohet rrethrotullimi të tregu i Shqipnisë, si themi ne, edhe presim që do të lehtësohet me mas dukshme komunikacionit në aks rrugor. Ndryshe, projekti po realizohet në kuadër të Drejtorisë së Shërbimeve Publike në komunën e Prizrenit dhe ky rrethrotullim do të sjellë përmirësime të dukshme në komunikacionin e përditshëm.